Të nderuar, vim në podcastin e radhës së mësesht. Do të qëndrojmë te klima politike e cila në vetvete ende nuk ka qartësuar në qarkun e Korçës ndarjen e kampeve pra kampet opozitës dhe majorancës dhe qasjen reale të elektoratit në mbështetje të tyre. Në fakt, në vetvete opozita dhe majoranca po luftojnë secila për objektiva të ndryshme. Objektiva të cilat shpeshherë bën publike në media të ndryshme, por disa prej tyre janë bërë publike edhe në këtë podcast. Do të qëndrojmë në kampin opozitar. Kam kënaqësinë dhe nderin të kem të ftuar Kristian Koçibellin, kandidat për deputet të Partisë Demokratike. Faleminderit edhe faleminderit për ftesën dhe uroj një emision të mbarë sot dhe në vazhdimsi në gjitha podcastet e ardhshme. Faleminderit Kristi. Më vjen mirë që politika shpeshherë rigjeneron figura të reja, shpeshherë shfaq figura të reja. Megjithse në gjithë klimën e asaj që ne njohim në shumatore, se lista e opozitës të pakta e ka figura si puna juaj. Shpeshherë janë figura të cilat shpeshherë kthehen, rikthehen, shfaqen sa herë që duhet lista. Si e ndjen veten në këtë listë? Absolutisht unë bëj pjesë tek ata njerëz që mendojnë se figurat e reja në politikë janë të domosdoshme, jo vetëm për forcën politike, por edhe për kuvendin e Shqipërisë nesër. Për shkak se figurat e reja janë figura të pakonsumuara, janë figura të cilat kanë çfarë të japin, kanë energji më tepër, po pse jo edhe qytetari dhe angazhime të madh politike dhe në të gjitha aspektet e jetës. Por gjithsesi unë mendoj se politika është krijuar për të rigjeneruar, pra politika është krijuar për të ricikluar njerëz. Sepse unë mendoj që politika në vetvete ka një mentalitet për të krijuar diçka të re me njerëz të rinj. Ndaj mendoj se është shumë e rëndësishme që jo vetëm Partia Demokratike, por e gjithë politika në Shqipëri duhet të ketë njerëz të cilët nuk kanë pasur një konsumim politik në të kaluarën e tyre. Dihet që pjesëmarrja në një parti opozitare siç është Partia Demokratike, një parti e fuqishme me histori dhe me vlera, duhet të jetë jo detyrimisht një dëshirë, por një thirrje, apo jo? Ju e keni pasur këtë thirrje? Është e vërtetë që Partia Demokratike është një parti e cila është krijuar nga të rinjtë dhe në vazhdimsi të saj të rinjtë kanë qenë gjithmonë pjesë e pandashme e këtij subjekti politik. Edhe në grupin tim, pra në shtabin tim elektoral, thirrjet e mia kanë qenë gjithmonë për të pasur njerëz të rinj të cilët kërkojnë të angazhohen në politikë, dhe pse jo të jenë dhe ata nesër si puna ime në këtë listë, pra të jenë pjesë e listës për kandidat për deputet apo për këshillat bashkiake në varësi të zgjedhjeve që do garohet Partia Demokratike. Sapo më dhej diçka që nuk e kisha dëgjuar më herë. E them nuk e kisha dëgjuar më herë sepse këtu kam pasur detyrimin politik të Partisë Demokratike për qarkun e Korçës. Kam pasur kandidatë të tjerë. Dhe në shumatoren e gjithë diskutimit më rezultonte që të gjithë pretendojnë deri diku të japin kontribute Partisë Demokratike nëpërmjet votave, të marrin nga ana e elektoratit mbështetjen për të futur si deputet, por dëgjoj diçka ndryshe. Po tentoni që të krijoni një leadership që mbase mungon. Unë e shoh politikën ndryshe. Jo vetëm nga personalitete politike që ti ke pasur këtu, por unë kam një eksperiencë në politikë për më shumë se 10 vitesh. Kam qenë në garë në vitin 2017 për kandidat për deputet dhe kam refuzuar mandatin në vitin 2019 kur kanë dalë nga parlamenti lista që kanë qenë para meje. Ndërkohë në vitin 2021 kam qenë drejtuesi i fushatës së ish deputetit Ervin Saliaj në qytetin e Korçës dhe atje kam krijuar një grup të jashtëzakonshëm me njerëz të rinj. Kemi punuar në një mënyrë ekselente, doja të thoja, dhe kemi marrë një rezultat fantastik. Kemi mundur kundërshtarin ton politik, që është Partia Socialiste, po thuajse në të gjitha kutitë kur unë kam drejtuar në atë fushat. Dhe e thash këtë jo rastësisht, sepse duke qenë se ne kemi qenë ndër të pakët grup ose shtab elektoral, që jemi sjellë në një mënyrë perfekte, kemi bërë një analizë politike të jashtëzakonshme, kemi pasur grup me të rinj dhe me të reja, kemi bërë një marketing, një PR të jashtëzakonshëm të një fushate elektorale dhe rezultati ka qenë fantastik. Dhe për mua ka qenë një eksperiencë cilën unë tashmë e vë në funksion të vetes time.
Sepse në rast se dikur isha në funksion të një kandidati tjetër, tashmë jam në funksion të vetes time, ndaj që eksperjenca nuk më mungon dhe vizioni im për politikën është pak ndryshe, sepse unë kërkoj që në politikë të investojmë jo vetëm për veten time, por të investojmë për partinë, për të rinjtë, për qytetin dhe për Shqipërinë. Ndaj të thash atë. Jo, vazhdo në habia ime në thonjë sa, sepse prap po shoh kontekstin investim. Zakonisht ne arrim të shohim njerëz të cilët kur hyn në politikë nuk hyn për të investuar, por hyn për të marrë. Mendoni, po jo përsëri si pyetje, mendoni se me modelin tuaj bëni edhe një thirrje jo vetëm për brenda listës së Partisë Demokratike, por edhe për jashtë listës që të ketë qytetarë që kontribuojnë për qytetin e tyre dhe jo njerëz që përfitojnë? Pyetja, për të qenë sinqert, për mua është e jashtëzakonshme në gjitha dimensionet e saj. Njerëzit sot po t'i shohë, po t'i pyesësh janë të zhgënjur nga politika për shkak të këtyre personave, të cilën nuk e kanë parë politikën si një mundësi për të kontribuar për vendin dhe për Shqipërinë, por e kanë parë politikën si një mundësi për të përfituar. Por ne kemi nevojë në mënyrë të jashtëzakonshme që të kemi njerëz cilët duan të japin kontributin e tyre dhe të jenë pjesë e një force politike me qëllimin e vetëm dhe kryesorin që të rrisin ekonominë e Shqipërisë, ta bëjnë Shqipërinë një vend shumë më të mirë se ai që është sot. Ta bëjnë Shqipërinë me njerëz të cilët mos mendojnë që kur të jenë në pushtet ta kenë mendjen vetëm për xhepat e tyre, por ta kenë mendjen se si të bëjmë të ardhmen e Shqipërisë më të mirë. Ta kenë mendjen se si ne mund ta ripopullojmë Shqipërinë. Të duan ta bëjnë Shqipërinë një vend në cilët gjithkush të ketë mundësi të barabarta për të jetuar dhe për të krijuar familje në Shqipëri, sepse ne e shohim sot që gjithkush nga ne, pjesën më të madhe të familjes nuk e ka më në Shqipëri. Ndaj kjo është për të ardhur të keq dhe unë mendoj që është jetike dhe domosdoshme që të vijë në Shqipëri një forcë politike e djathtë siç është Partia Demokratike, e cila ka një program të jashtëzakonshëm ashtu siç e ka edhe vetë emri sloganin e saj, Shqipëria madhështore. Unë mund ta shpjegoj dhe mund ta them gjithë programin e saj, por ndoshta më lejoni në pyetjet në vijim. Patjetër, unë do të hyj tek teknicitetet e programit, por duhet të qëndrojmë më parë. Ju përmendët që keni qenë pjesë e atij të famshmit grupimi Saliani, por grupimi Saliani nuk kuptonte një epërsi, një dominancë jo vetëm brenda Partisë Demokratike, por edhe në arenën e përgjithshme në nivel qarku. Grupimi Saliani duke sigur u shpërbë pasi ky fundit hyri në burg për shkak të asaj që mendoi dhe edhe tha më së miri, bëri punën e tij, bëri opozitë. Gjë që mund ndodhi ty nesër, mund ndodhi mua nesër. Por në vetvete la të hapur, normale që orekse, orekse brenda listave, brenda gjitha pjesëve dhe dilema më e madhe sot në listën e Partisë Demokratike është ku shkojnë votat e Salianit. Janë 9000 sa vota. Po së pari, unë ta shpjegoj edhe pak më parë që unë kam qenë një ndër ata. Një ndër ata. Kështu që një pjesë të madhe të votave janë prodhuar nga vetë unë. Ndaj që gjithsesi me që se më përmende faktin e dënimit, Saliani është ndër të parët në 15 vitet e fundit, në mos më shumë, që është një njeri dënuar pa ligj, një njeri dënuar politikisht, pra burgim politik, dënim politik, mund ta quajmë si duam. Ai është dënuar për kallëzim të rend publik që nuk ekziston vepër penale si dispozit në kodin penal. Ne bëjmë denoncime për ti, nesër mund ndodhi. Dakor, por ajo është një vendim i stisur nga presioni i madh politik që kanë pasur sistemi gjyqësor në Shqipëri, sepse mos harrojmë që reforma në drejtësi ka qenë një reformë që është prodhuar për të pasur në dorë dënime të tilla. Ja bëra pyetjen tjetër zotit Spau në një intervistë që pata dhe i them si do ta ketë PD-ja çështjen e mungesës së Salianit. Po ta pyes me që ke pasur edhe mik të afërt edhe ke qenë edhe pjesë e shtabit. Partia Demokratike vërtet ka një mungesë në fushën e betejës me Salianin, por fizikisht nuk mungon mungesa për shkak se ne vizitojmë shpesh dhe ai është i gatshëm që në momentin e parë që e ke vizituar, përfundohet dënimi politik, do jetë në betejë dhe në garë dhe në terren me ne duke na mbështetur jashtëzakonisht shumë. Çfarë ka thënë pasi shpallë kandidatuar? Më ka thënë që më bë vërtet qefi që një i ri si ti ka hyrë kësaj rruge politike dhe beson shumë që unë nesër do jem në kuvendin e Shqipërisë. Çfarë do ndryshoj Kristi? Çfarë do ndryshoj Kristi për Korçën që
është kthyer patjetër në një, unë e them shpeshherë, në një tempull të madh ku adhurohet një drejtues politik që është në rastin konkret Niko Peleshi. Shiko, unë nuk bëj pjesë tek ata politikanë që e ndërtoj politikën duke sharë apo duke ofenduar kundërshtarin politik. Ata kanë punën e tyre, kanë elektoratin e tyre deri diku. Për mua shqetësueshme me shqetësim të madh është fakti se si ju bëhet presion në administratës, se si ju bëhet presion qytetarëve, se si bëhet presion një njeriu që është në pamundësi të madhe ekonomike, apo një njeriu që merr ndihmë ekonomike 20.000 lekë të vjetra, apo një njeriu që merr një pension minimal i cili nuk ka të aj bukë. Çdo njeriu që është në pamundësi jetike për të jetuar, dhe ky është një shqetësim i madh. Pra, ne duhet i bëjmë të mundur njerëzve të jetojnë me dinjitet, dhe ky është mision. Kjo nuk është politik. Për Partinë Demokratike kjo është një mision i cili në 12 maj duhet të fillojë të rrimë këmbë. Pra, misioni i Partisë Demokratike në gjykimin tim, përveç ekonomisë, është dhënia dinjitet njerëzve në Shqipëri. Njerëzve kudo që unë shkoj, u i takoj, një pjesë e njerëzve janë të trembur. Mos më shoh ky, mos më shoh ai, mos më shoh partia, mos më shoh kryetari i bashkisë apo drejtori i një institucioni. Pra, njerëzit kërkojnë dinjitet. Në Shqipëri po mungon dinjitet. Përveç se njerëzit janë larguar, përveç se njerëzit kërkojnë të largohen, unë mendoj dhe jam i bindur në këtë që them, ardhja në pushtet e Partisë Demokratike është domosdoshmëri për Shqipërinë, po jo vetëm për Shqipërinë, edhe për gjeopolitikën. E jep si fakt të kryer, edhe si fakt të kryer në momentin kur them në datën 12 do të fillojë një ndryshim, kaq të bindur jeni tek fitoria e Partisë Demokratike, pavarësisht të gjitha problematikave që has kjo fundit të mbrapa? Unë nuk jam i bindur vetëm tek fitoria demokratike, por unë jam i bindur tek dëshira e njerëzve. Unë i kam parë njerëzit në sy, njerëzit janë të dëshpëruar. Njerëzit e shohin Partinë Demokratike si të vetmen mundësi që jeta e tyre të ndryshojë nesër. Dhe me do e mos, njerëzit po e presin ndryshimin. Ata ndoshta nuk di si ta shpreh ndryshe, po unë takoj me qindra njerëz çdo ditë. Fushata ime ka filluar që ditën e parë që janë shpallur listat e kandidatëve, nuk kam rreshtur. Po që shumë vonë në fakt. Shumë vonë në krahasim me kampin përballë jush. Kampi përballë nesh ka bërë maksimumin që njerëzit të jenë të dëshpëruar, ka bërë maksimumin që njerëzit të largohen, ka bërë maksimumin që njerëzit të varfërohen, nuk ka çfarë bën më shumë se kaq. Ata dëshira e tyre, okay, është që ta shpopullojnë gjithë Shqipërinë. Dhe ne prandaj jemi këtu për të mos e lejuar këtë gjë. Prandaj programi që ne kemi është një program i jashtëzakonshëm që ne e kemi titulluar apo e kemi dhënë sloganin Shqipëria madhështore, por në fakt Shqipëria madhështore nuk nënkupton madhështinë në një figure, por nënkupton madhështinë në një programi. Fillimi që Shqipëria të ketë mundësi të ripopullohet përsëri. Pra, njerëzit tanë që ne i kemi gjithë shtetit, që ne të krijojmë mundësi që të vinë në Shqipëri. 0 taksa për 5 vitet e para për çdo emigrant që investon në Shqipëri, qoftë biznes të vogël, të mesëm apo të madh. Pra ti krijon mundësi një njeriu që ato lekë që i ka bërë në emigracion të vijë të investojnë në Shqipëri. Ti krijon mundësi një njeriu që prindrit e tyre, të cilët marrin 80.000 lekë pension të vjetër, të marrin minimumi 200.000 lekë. Ai që merr ndihmë ekonomike 30-40.000 lekë të marr minimumi 200.000 lekë. Ati t'i jepet dinjitet. Pra çdo njeri do jetojë në dinjitet në Shqipëri. Partia Demokratike tashmë është e vendosur. Nuk do ketë më shqiptar të jetojnë në kushte të tilla, në kushte mizerable, aq më tepër, për të shkuar në një sektor shumë të rëndësishëm që është bujqësia, me thënë drejtën. Qarku i Korçës nuk ka det, qarku i Korçës ka me mira fermer, bujq, të cilët të gjitha produktet e tyre tashmë i kanë hedhur për kanale, i kanë hedhur ku kanë mundur. Jo, jam dakord me ju në pjesën më të madhe të programit, sepse programet janë shumë të bukura, sidomos kur i lexon për fushat, por nuk janë aq të këndshme, sidomos kur fillojnë të aplikohen. Po, këta e kemi parë 12 vitet e fundit, por Partia Demokratike ka qenë në pushtet. Ata nuk kanë pas program, kështu shprehni shpeshherë. Jashtëzakonshëm. Është një shprehje shumë interesante që sot Partia Demokratike luan. Partia Socialiste ka qeverisur pas program.
Partia Socialiste ka qeverisur vetëm në bazë të vjedhjes së votës, ka qeverisur në bazë të kriminalëve që ka pasur në terren dhe në bazë të presionit jashtëzakonshëm që ju ka bërë administratës dhe qytetarë. Vetëm me këto 3 pika të programit. Ky ka qenë programi i Partisë Socialiste. Ju jeni jurist, dhe kjo gjë ju bën të kuptoni më tepër që çështjet e pensioneve janë çështje kontributesh. Sa më pak njerëz, aq më të ulta pensionet. Dhe fakti që nuk e kundërshton sot njeri është që Shqipëria është gjysmë për gjysmë atë që ka qenë para 2013-s. Kjo duket edhe nga sinergjia e organizimit të fushatave elektorale, unë mbaj mend fushata elektorale masive për sa i përket kampeve politike, ndërsa sot mungesë të theksuar të komponentëve qytetar, të cilët dalin në sheshe, dalin në mbështetje etj. Pra, në praktik duket sigur është një gjë që mund të bëhet, por teoria e shifrave nuk e lejon. Përpos se pjese ka disa elemente të tjera të cilat në fokus ju i theksuat, është bujqësia është një ndër to, dhe dihet që Shqipëria është budallik shumë i madh kush e mendon që është një vend turistik në thelb të saj, kur rreth 43% e GDP-s varet nga bujqësia apo jo. Dhe ndoshta edhe më shumë në rast se 43-47, po, 43-47. Kështu që për këtë vend theksi vjet tek politikat sociale, dhe politika sociale duket sikur janë konsideruar në programin e Partisë Demokratike, por ndonjëherë duken tepër pika skeptike për realizim. Shiko, unë bëj pjesë tek ata njerëz që e kuptojnë shumë mirë si funksionon politika. E di shumë mirë se si fitohet edhe në politikë, si bëhen garat politike, për shkak të edhe të eksperiencës që kam, po edhe për të mënyrës se si unë organizoj të bërjet politik. Ajo që ju e nisë që pari pyetën është ku do t'i gjej lekët Partia Demokratike në lidhje me rritjen e pensioneve. Kjo ishte thelbi që ju kërkoni ta dini. Pra, si Partia Demokratike kërkon që ose premton gjithë të rritjen, ndërkohë që ku do gjej paratë të mjaftueshme për të dhënë 200 euro pension. Ai tha do ndalojmë me incineratorët. Jo vetëm këta. Po thema ai zoti Berisha, Shiko, nuk është vetëm tek pjesa e incineratorëve, por është pjesa e të gjithë shpërdorimit të paras publike, e cila mendohet që të jetë në një përqindje të frikshme. Skemat 5D nuk janë vetëm në Bashkinë e Tiranës. Skema 5D fillon që nga kryeministria, tek Këshillli i Ministrave, tek gjitha ministritë dhe të gjitha bashkitë që ka Shqipëria. Pra, secili ka nga një skemë, pra nga një mënyrë, dhe Partia Demokratike me gjitha mundësitë e saj dhe gjitha sa ka mundur i ka denoncuar dhe i ka i kallëzuar penalisht gjitha këto skemash. Ndaj që unë mendoj që në raste në Shqipëria e qeveriset nga një parti e cila mendon se si t'u gjendet qytetarëve, se si të zgjidhë problemet e njerëzve, se si të shkojë atje tek bujku, te blegtori, se si të jetë atje te fermeri, që t'i bëjë të mundur shitjen e produktit, apo se si të bëjë të mundur që në rast se nuk shiten produktet vendase të mos futen produkte nga Serbia apo nga Maqedonia, se si të bëjë të mundur që ti e punon tokën në Mars, e frezon në prill dhe ai të kërkon të jap naftën në dhjetor. Po jo më zotëri, jo, unë e punoj tokën në Mars, i dua lekët e naftës në Mars. Nuk më vjen punë në dhjetor. Se si unë të jap subvencione në lidhje me ato çfarë ti ke kryer. Pra është një mentalitet për të bërë politikë dhe për të qenë pranë njerëzve. Mungon ky lloj mentaliteti. Është mentalitet dashamirës, është mentalitet qytetar. Nuk mendon se i ka munguar qytetarëve kjo gjë. I ka munguar në këto 4 vitet e fundit. Kanë qenë të friksuar, kanë qenë të trembur edhe për shkak të gjeopolitikës, e cila me thënë drejtën ka tentuar Partia Demokratike ta bëjë këtë gjë pavarësisht qytetarëve. Partia Demokratike, për të qenë sinqert, ka garuar edhe në vitin 2021 i fortë për ta bërë të mundur ndryshimin që Shqipëria vërtet kishte nevojë, sepse sot në Shqipëri do ishin minimumi dhe 300.000 njerëz të tjerë, në rast se Partia Demokratike do ishte në pushtet për vitin 2021. Për të qenë sinqert po e them këtë. Nuk po e them fare për politikë. Por për shkak të mënyrës se si ka funksionuar gjendja politike në atë kohë, Partia Demokratike ka qenë sot në opozitë, sepse pavarësisht se ne e shohim Shqipërinë si një vend me kaq popullsi, por për sa i përket gjeopolitikës, Shqipëria është një vend me shumë rëndësi. Jo vetëm për shkak të detit, por edhe për shkak të marrëdhënieve që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat për fat keq
si të them, Sorosi me gjithë OIF-et apo me gjithë organizatat e saj bën të mundur maksimalisht që ta bëjnë për t'i bëjnë Partisë Demokratike të pamundur qeverisjen në vitin 2021. Pra pasojat të cilat po i vuan sot Shqipëria janë pikërisht pasojat e Sorosit me gjithë komponentët apo me gjithë levat që ai ka pasur në Shqipëri dhe kudo në botë. Siç i ka pasur edhe brenda Partisë Demokratike. Këtë do të bim dakord, ha? Unë do ta shtoj më shumë fokusin në juglindje. Korça, qarku i Korçës në vetvete është një qark i cili ka ardhur duke ulur për sa i përket numrit mandateve nga 12 është në 10 dhe ndarja aktuale, nëse bëjmë numerikisht një përmbledhje, është diferenca e 2021-shit, ku ka qenë diferenca ndërmjet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike 1420 vota. Nëse Në qark, në nivel qark, bashkë me LSI. me LSI, po, që ishte ka qenë jashtë liste. Po, ka qenë diku në 1000 vota. Po, 1400 e pak. Këtë hendek e shihni të njëjtë, është zgjeruar, pra ka një diferencë për Partinë Socialiste apo shihni një epërsinë tuaj, pra, si Partia Demokratike? Ashtu siç e nisa edhe këtë podcast, e thashë pak më parë, por po e ripërsëri tani. Po njerëzit i duan shifrat. Njerëzit duan ndjen. Unë bëj të gjithë për shifrat, po të gjithë më thonë ndryshe, asnjëri nuk më thotë tjetër. Dakor. Ne kemi bërë një analizë, ose unë personalisht me ekipin tim kam bërë një analizë. Ndoshta jo në nivel dege, por në nivel shtabi, ne mendojmë se mund të votojnë diku në 125.000 së bashku me votat e diasporës, nga të cilat 70.000 do jenë votat e koalicionit të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, dhe pjesa tjetër do shpërndahen tek partitë e tjera. Ndaj mendoj se Partia Demokratike e ka më të mundur për të marrë 7 mandate në qarkun e Komshës. Ta gjënde Niko Peleshi këtu do thoshte, si që thanë De Vol, që nuk ka se si 7-3 shfitore për ne, thot. 6-4, thot, është barazim. Ndërkohë, ai thot, përballë kam listën më të dobët ndonjëherë. Dakord, Jo, mund po të bëj dëgjoj politikë. Ai ka bërë politikë, ndërsa unë të thash në mënyrë të drejtë të sinqertë. Ai ka të bërë politikë dhe që. Kjo është ajo që beson apo ajo që di? Kjo është ajo që di dhe cilën ne do ta bëjmë realitet. Okej. Nuk na ndaj shumë muaj. Jo, 40 e pak ditë. Kështu që jemi shumë afër për ta parë. Po përpos kësaj pjese ju keni edhe një luftë të brendshme. Kur e them luftë të brendshme është nga ajo lista 10 emërore. Nuk do dalin të gjithë deputet. Si e kanë ndarë pjesën e punës? Dihet që në Korçë ke disa figura të cilat herë pas here kanë qenë dominante ose shpeshherë mund të kenë kohë edhe humbje në Korçë, por i të drejtës disa i duan edhe njerëzit qytetarë të Korçës, disa jo brenda Partisë Demokratike. Si e shef të garë, sepse në vetvete me kundërshtarin nuk e dini që jeni kundërshtar dhe patjetër përdorni gjithë strategjinë tuaj. Më vështirë është lufta brenda familjes. Luftën e ka Partia Socialiste me kandidatët e saj, ne kemi një garë të brendshme, nuk kemi luftë të brendshme. Ne jemi 10 kandidatë në listën e hapur, secili do maksimizoj votat e Partisë Demokratike. Kuptohet që secili ka epërsinë në zonat e veta. Për mua është e rëndësishme që gjithkush që është pjesë e këtë listës të marrë sa më shumë vota fillimisht për subjektin politik dhe më pas për emrin e tij personal. Mendoj se ne nuk kemi pasur asnjë lloj përplasje, asnjë lloj debati, asnjë lloj lufte. Kontakte me të tjerët ke? Me gjithë. Me të 12 deputetët e tjerë të listës, duke bërë pjesë edhe 3 deputetë mbyllur, ne kemi kontakte të vazhdueshme dhe bëjmë takime, ndoshta të përditshme jo, për shkak të angazhimit që gjithsecili kanë gjatë fushatës, por kontakte të përjashme absolutisht që po. Në prezantimet që unë kam parë, vazhdimisht më duket sikur janë të njëjtat figura. Prezantimet që bëhet pak në nivel degësh. Ne jemi të njëjtët kandidatë që do prezantojmë në gjithë degët. Po mirë, pra janë jo të gjithë, pra në shumatorin, jo të 10 që janë në listë hapur. Dakor, ajo është në bazë të preferencës të vetë kandidatit, për shembull unë nuk mund të shkoj në një degë që ndoshta nuk e kam synuar për të marrë një numër të madh mandatesh, por të madh votash, por mund të shkoj tek degët të cilat unë mendoj që kam një influencë dhe një
dhe njerëz cilët më mbështesin. Komoditeti në listën e hapur është që mund të shëtitësh në gjithë qarkun, mund të mbledhësh vota në gjithë qarkun. Patjetër, aty ku ke edhe njerëz pak më të afërt, mund të kesh grupe shoqërore, mund të kesh njerëz më të njohur, mund ta synosh. Cili është përveç forcës kjo son? Unë mendoj se do kemi një numër shumë të madh votash përveç Bashkisë Kosh në Bashkinë e Maliqit dhe në Bashkinë e Pogradecit. Bashkia e Maliqit mendoj se kam një numër njerëzish të afërm, të cilët më ka lidhur jeta, por edhe për shkak të angazhimit politik, ata besojnë shumë tek mua personalisht dhe tek figura ime politike, ndaj që duke pasur parasysh që edhe Maliqi prej kohësh nuk ka nxjerrë ndonjë figurë të re politike, mendoj se janë duke më besuar absolutisht shumë dhe duke më mbështetur. Po kam pi përballë unë, në fakt, ja thash edhe zotit Spavo që kishe plu, kam pi përballë, po punon ndryshe, po punon me strategjika. Kanë nxjerrë 3 luan në fush, që po grin njëri tjetrin, Jo, dhe nuk janë luan. po grin edhe Partinë Demokratike. Jo, nuk janë luan, e ke gabim, po do e kuptosh në 12 maj. Janë 3 njerëz të cilët nuk po ju hapet dera asgjë, dhe përveç se nuk po i marrin Partisë Demokratike asgjë, thjesht po zgjen leckat e tyre. Sipas të dhënave të mia, jo. Sipas Kanë të mbështetje? dhënave të mia, po. Kjo është fjalë mbi fjalë. Gjithsesi, ndoshta do bëjmë një podcast tjetër mbas zgjedhjeve, kështu që Patjetër. do të shohim që luanët mund të përkthehen ndryshe edhe në jo luan. Nëse unë e njoh simbolizmin e tyre që simbolikat e tyre, po mund të jenë edhe strategji elektorale, unë nuk besoj pjesë. Personalisht unë mund kisha mundësinë të isha mbas ndonjë luan diku në një parti të vogël, që për hir të së drejtës ka filluar të zgjerojë influencën. Pra, partitë e vogla kanë filluar të zgjerojnë këtë pjesë, gjë që në garën e datës 11 nuk do të përballeni vetëm me Partinë Socialiste, por do përballeni edhe me partitë e vogla, të cilat për hir të së drejtës edhe mund të mos prodhojnë mandate në nivel qarku, por do të heqin një pjesë të madhe të votave. Sipas deklarimeve që kemi pasur her pas here, më thonë që votat hiqen opozitës nga partitë e vogla. Nuk hiqen maxorancës, sepse maxoranca është e mirë strukturuar. Është një makineri në vetvete. Ai ndjen një rrezik potencial, Kristi. Duke qenë se Se më fal, po do ta them përgjigjen në mënyrë shumë të sinqertë. ke edhe kolegë të cilët i kenë në Këshillin Bashkiak, të cilët po ashtu kanë pasur një frymë opozitare për hir të së drejtës. Kanë mbajtur qendrime të duhura në qytetin e Korçës. Nga ana tjetër sot i ke ata në një listë, në një listë mbasi përballë jashtë jush janë, jashtë koalicionit, jashtë Partisë Demokratike. Gjë që mund t'i kushtoj një kosto. Në mënyrë absolute, jo Partisë Demokratike. Në mënyrë absolute e them këtë me bindje që Partisë Demokratike nuk do t'i ikë as 1% të votave që ka marrë, po jo vetëm votave që ka marrë, po do t'i rritet dhe një numër i konsiderueshëm votash edhe për shkak të kandidatëve që ajo ka, të cilët janë vërtet luan në fushën e betejës. Vetë partia që është në pushtet, duke pasur parasysh përplasjet dhe inatet dhe luftën që ata kanë, duke pasur edhe pak parasysh pakënaqësinë e jashtëzakonshme të cilët ata kanë tek qytetarët, një pjesë e mirë e qytetarëve që janë të majtë, të cilët nuk do ta votojnë me Partinë Socialiste, ndoshta do shkojnë do votojnë në një parti tjetër të vogël, të cilën ne do donim shumë që ato të përktheheshin në vota për Partinë Demokratike, por duke qenë se nuk përkthehen, një pjesë do shkojë partitë e tjera, por ky problem nuk është për ne. Partia Demokratike do i ketë gjithë votat e saj. Mbështetja do jetë në rritje. Masa do jetë tepër e madhe e mbështetjes. Ndaj që makineria që ju sapo thate është prishur. Nuk funksionon makineria e pushtetit. Po nuk mund të thoni këtë pjesë, sepse makineria ka funksionuar duke pasur mbështetjen dhe dorë dhe miliardat e PSD së Sorosit. Këto gjë nuk janë me. Kjo është gara e parë politike që Partia Socialiste nuk e ka me PSD-n. Mund të ketë disa datë tjera, të cilat do ta tentojnë ta bëjë këtë gjë, por PSD-ja e strukturuar organizatë kriminale me mbështetje të pastër të organizatës kriminale sorosiane nuk ekziston më në Republikën e Shqipërisë. Ndaj që makineria që ata pretendojnë nuk është me, dhe do e shohësh që do nxjerr tymin e zi në 12 maj, makineria e tyre. Në 12 maj ju thoni që indirekt, thoni që çfarë do që të ndodhi, do të pranojmë rezultatet.
Absolutisht që po, absolutisht që po. Ky është konteksti. Po, ne do e pranojmë fitore, absolutisht po. Vetëm fitore. Fitore sepse ne jemi të bindur. Ne jemi të bindur për gjitha ato që unë citova më parë, ne jemi të bindur që qytetarët e kërkojnë së pari ndryshimin dhe ne jemi të gatshëm t'ia japim këtë. Partia Demokratike funksionon me një strukturë militante, thot zoti Spau, për të vazhduar, se po e referoj sepse ishte i fundit i Partisë Demokratike që ka qenë këtu. Dhe më thot angazhohen në kohën e dur në momentin e duhur. Mua nuk më rezulton vetjo. Ndi një frym tek Partia Socialiste që ka nisur fushatën e prezantimit jo më tek struktura, tashmë në publik. Takime të vazhdueshme, ju thatë që ka nisur, unë personalisht, siç e thatë edhe në kryet në intervistës, kam nisur takimet e mia elektorale edhe takimet me qytetarë. Por në vetvete si strukturë, si Parti Demokratike, më duket shumë e zbete këtu në pjesën elektorale këtë vit. Dhe nuk e di kujt i adresoj do të thënë këtë posto. Duhet t'i adresojmë strukturave të cilat janë të lodhura, drejtuesit politik të qarkut apo listës së kandidatëve. Absolutisht që është e nevojshme dhe domosdoshme që PR-in dhe takimet Partia Demokratike të i ketë ndoshta më të shpeshta në numër, por ti je sigurt që ne jemi duke punuar mirë, jemi duke punuar fort dhe nuk jemi duke marrë në tyrezë me zor administratën. Ato që ju keni parë nga kundërshtarët jonë politik nuk janë takimet e tyre. Ato janë presionin të cilën ata i bëjnë administratës dhe i marrin në ulin atje dhe ata gjithkohës ulin kokën dhe nuk bëjnë asnjë pyetje dhe dëgjojnë se çfarë recitojnë ata që i kanë thirrur. Ndërkohë që unë dua të them diçka të tillë, jo më larg se 2 ditë më parë, në Pogadec, kandidati për deputet ka mbledhur diku në 30 biznese të qytetit. Më beso që takim me biznese, po e di. Bizneset më beso që gjysma e tyre nuk kanë për të dhënë votën. Dhe më beso që gjysma e tyre do votojnë Partinë Demokratike. Ty do duket çudi, por unë jam i bindur sepse i njoh pjesën më të madhe të tyre. Thjesht shkojnë atje, ulnin kokën, janë të detyruar, kanë frikë. Kjo është e vërtetë. Ndaj që disa foto nuk përkthejnë vota apo në sukses elektoral. Takimet me elektoratin janë takime edhe me njerëz të cilët jo detyrimisht japin votën, por edhe me njerëz të cilët dëgjojnë. Njëjta situatë mund ndodhi edhe tek takimet tuaja, kështu që s'është diçka që ve pikën mbi hi mbi gjithë vorbullin e madhe elektoral. Nuk funksionon në këtë mënyrë pushtetin, sepse partia në pushtet është e ka metodologji pune, presionin që i bën administratës apo gjitha subjekteve tjera. Dhe ju e keni parë që Erion Velia e urdhëronte njerëzit e bashkisë të dilnin para institucioneve, si është prokuroria e posaçme, me urdhë administrate. Dil atje, bëj protestë, thirr, bëj siç e ka bërë zoti Berisha, kur ftoheshën në SPAK, zoti Berisha ose kur kishte ditën. Zoti Berisha nuk ka bërë asnjë mesazh, asnjë deputeti, asnjë demokrati që të shkojë atje në SPAK. Mbështetës. Jo, mund të ketë dalë në media apo në rrjetin social. Jo ta urdhëroj me anë të telefonit, duhet të jesh atje në 12 fiks, pa 1 minutë. Po mirë. Ato janë strategjirat demokratike, është parti parimore. Është parti e cila funksion duke respektuar njeriu, duke i dhënë dinjitet njeriu, duke respektuar të drejta, duke respektuar të gjitha parimet dhe të gjithë angazhimin qytetar të njerëzve. 20.800 janë persona të regjistruar nga diaspora. Po. Një shifër eksperimentale e pa qartë që s'dihet kë do të mbështesin. Pjesa më e madhe, ta them. Jo. Po do të thoni pasi të bëj një përmbledhje të shkurtër. Pjesa më e madhe të regjistruar nga Greqia. Greqia e cila historikisht edhe kur mbusheshin fugona, partitë politike kanë klasike këtë pjesë. Të dyja, si majtës dhe djasa të mbushin fugona autobusa, gjithmonë përktheshin në vota për Partinë Socialiste. Me lobe shumë fuqishme të majtës dhe me mekanizma që mbase dhe ju i keni dëroncuar, që ndër mekanizmat publik të regjistrimit, të zgjedhësve. Ka në tjetër, ata të cilët janë në diasporë por
e kanë mbas edhe një hatërmbetje me qeverinë shqiptare dhe zotin Rama, nuk mundën të regjistroheshin për shkak të vështirësive në procedurën e regjistrimit, për shkak të mosngritjes së shtabeve të regjistrimit në diasporë etj. Si ma komenton këtë pjesë? Këto 20.000 vota Po, që 70% thotë do të kalojnë tek Partia Socialiste, pra deklarojnë vetë drejtuese politik të kësaj force. në rast se kanë deklaruar një gjë të tillë dhe kanë bërë gabim në mënyrë absolute për shkak se i bie që ata të kenë patronazhuar edhe njerëzit që jetojnë jashtë diasporës, por unë do ta them në një mënyrë tjetër. Së pari njerë është e vërtet që janë 20, më shumë se 20.000. 20.800 e pak. Dhe kjo për ne nuk është një lajm i mirë, për ne është një lajm i keq sepse tregon keq qeverisjen e këtyre 12 viteve. Tregon plagën e madhe që ka Shqipëria, që do të thotë që nga këta 20.800 plus 10.000 të cilët ju është refuzuar, qarku i koshës sot minimalisht do të kishte edhe 60-70.000 banor më shumë. Pra, kjo nuk është një sukses për ta. Pavarësisht se suksesi i tyre është vetëm të mbajnë pushtetin, vetëm të qenë në pushtet, vetëm të vazhdojnë të krijojnë ato skemat piramidale 5D dhe gjysma të përfundojnë në burg, gjysma tjetër të shpresojnë të mos hapen. Ky është suksesi i tyre. Suksesi i Partisë Demokratike nuk është ky. Suksesi i Partisë Demokratike është që sot ne mos kishim asnjë njerëz të regjistruar nga diaspora, por të kishin këtu në Shqipëri njerëz. Ka sukses për Partisë Demokratike. Gjermania, ka dhe SBA-ja në vetvete. E kanë ndoshta 1% të popullsisë, jo 50% siç e ka Shqipëria. Dhe do thoja që më shumë se 15.000 veta nga ata që janë regjistruar do votojnë për Partinë Demokratike. Po mirë, kush ja jep të siguri? Nga të gjithë kontaktet që ne kemi pasur, nga gjithë ato eufori, nga gjithë ato takimet që ne kemi pasur në Greqi, e dini ju që Rama Greqinë e ka mbushur me administratën, me kryetarët e bashkisë dhe me drejtorët. Po mirë, keni denoncuar këtë fakt. Se ka ndryshuar në gjë. 5 aviona nga Shqipëria, nga 150 vetë, Mjaftueshëm sa për të prodhuar vota. Mjaftueshëm sa për të gënjur publikun, sa për të krijuar atë imazhin që shiko sa vetë e mbështesin këta. Miliona euro, mijëra euro organizime, mijëra euro shpërdorime. Janë shpërdorime ato. Ato janë para në cilat në rast se do investoheshim në fermerit apo në bujqësi shqiptare, njerëzit sot do ishin shumë më mirë. Pse duhet të investosh ti mijëra euro për të bërë fushat në Amerikë apo për të bërë fushat në Greqi? Ndërkohë që ne sot kemi media, mund të uleshim këtu në këtë karrige që jam sot në podcastin jon, dhe mund të tregoni programin tonë dhe programin strategjin që ne kemi dhe për njerëzit e diasporës. Nuk ishte nevojshme të organizojmë me gjithë ato fluturime, gjithë ato shpenzime, gjithë ato organizime, gjithë ato skema, flamuj, roba, pafundësisht shpenzimet që ka një organizim i tillë. Ndaj që ato nuk janë sukses, ato janë një dështim i jashtëzakonshëm. Është një mentalitet i keq që ka politikberja në Shqipëri. Qëllimi e justifikon mjetin, thot një postulat i Machiavellit, dhe ai sa mund ta justifikojë edhe marrjen e votës nga partitë politike shqiptare. Dhe ne këtu në Shqipëri nuk ja vlen më të çuditemi për gjë, sepse në këto vite demokraci kemi kuptuar që çfarë nuk bën njeriu dhe çfarë nuk ndan njeriu për votë. Qoftë majta sot për tjetës. Kështu që edhe në këtë rast duket sikur Partia Socialiste po përdor çdo lloj mekanizmi që mbase mund të jetë i drejtë, mbase mund mos jetë i drejtë, por për këtë pjesë nuk duhet të flasë detyrimisht media, duhet të flasë opozita të denoncojë. Keni parasysh që shpërndahet edhe asfalt. Shpërndahet edhe ndriçim. Asfaltin elektoral e kanë metodologji pune, ne e di. Që keni pasur dhe ju kur keni qenë në pushtet. Jo, nuk e ka pasur. E njëjta qasje është. Asfaltin elektoral e shtronin ata gjatë kohës së fushatës dhe e tenderonin 3 muaj më vonë. Po mirë. Çka ka bërë Partia Socialiste? Nuk e ka bërë ndonjëherë këtë gjë Partia Demokratike. Po mund ta ketë bërë, mund të ketë bërë edhe cene më të mëdha. Unë nuk dua të hyj në detaje, por përballë këtij gjithë këtij mekanizmi, ju thoni ne do të marrim mbështetjen. Me çfarë do ta merrnin mbështetjen? Vetëm me premtimet, vetëm me programin, që njerëzit sot janë shumë të lodhur të lexojnë. Nëse më gjeni një qytetar të thjeshtë, sfidoj këdo, një qytetar të thjeshtë që nuk ka bindje politike, nuk është i antarësuar në asnjë parti politike, dhe jepni një flet palosje me programin tuaj apo qoftë programin e Partisë Socialiste, dhe në qoftë ky i pari apo i fundit që lexon deri në fund, unë jap dorëheqje publikisht nga media. Me thënë drejtën,
Është një gabim i madh që njerëzit nuk njihen me gjithë programet e partisë politike, se në fundit ajo që është më e rëndësishme është kur një parti politike mbaron mandatin e saj, ajo duhet të votohet në lidhje me atë çfarë ka bërë ajo për 4 vite. Në lidhje me premtimet e saj që ka bërë fushatën e kaluar dhe se sa nga ato janë realizuar pas 4 vitesh. Dhe për këtë vot besojnë një parti politike, nuk vot besojnë për programin e ri. Përse do ta vot besosh ti Partinë Socialiste në qarkun e Korçës? Ka premtuar përpara 12 vitesh aeroportin, mashtrim. Ka premtuar stadiumin, mashtrim. Ka premtuar pistën e skish, mashtrim. Ka premtuar pafundësisht pallatin e sportit, zhvillimin e sporteve të reja, pafundësisht biznese, zhvillime, një zonë tjetër në afërsitë të Drenovës, mashtrim, pra çdo gjë që është bërë thjesht për arsye politike dhe elektorale, ndërkohë që asnjë prej tyre s'është realizuar. Përse do e vërtosh prapë ti këtë? Jo. Ndërkohë që asgjë nuk është realizuar. Duhet ta thoj pak të pjesën klasike. Qofse shkon tek aeroporti Lumalasë, i cili po ndërtohet, unë në fakt e kam ndjekur vetë këtë pjesë. Po është Më pëlqen shumë kjo pjesë. po. Tek loti i dytë i aeroportit, e di për çfarë është tenderi. Ju ka bërë një përshtypje si opozit? Po, Është për kënd lojësh. më kujtove një nga këta kryetarët e bashkisë të Partisë Socialiste që tha që po organizojmë një kënd lojërash për moshën e tretë. Pak ditë pa televizion. Kështu që Më masëm, edhe mosha e tretë nuk duhet të jetë e papërshim program, gjithsesi. që ndoshta pas kanë ndonjë të njëjtën strategji si bashkitë e Jo, tjera. ju ftoj kur të shkoni për në Korçë sot, të qëndroni dhe ta shihni Ndoshta për çfarë flet tabela dhe projekti. ato kanë qenë gjithmonë mashtrime dhe do vazhdojnë të jenë. Kjo është ekstrem, është investim publik, por që destinohet për një gjë ndryshe nga ajo që ishte parashikuar. Nuk marr përsipër të them këtë pjesë. Nuk e di, domethënë mbete pa e përmendur pak Devollin, e le pak në hije. Më the do marrësh mbështetjen në Kongres, do marrësh në Korçë, Devollin dhe Kolonjën. Për mos të thënë pushtetin, sepse pushteti detyrimisht është një zonë minoritare që tashmë ka një kandidat dhe nuk e ka në listën e Partisë Demokratike. Kandidati që është pjesë e kundërshtarit ton politik Ka dalë nga ju, nga gjiri juaj. jo, kandidati ai kandidat ka dashur gjithmonë që të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike, gjithmonë. Patjetër. Por për shkak të gjeopolitikës, mënyrës si funksionojnë marrëveshjet shtetërore me njëra tjetrën, atëherë ka vendosur, por të ishte sigurt që ai është në bindjen e tij demokrat dhe dëshira e tij është të fitojë Partia Demokratike dhe jo Partia Po Socialiste. është në listë Është përballë. në listë, por është jo nga dëshira e tij, është marrë atje, është futur me zorë dhe edhe kaq. Është futur nga pa dëshirë. Nuk ka qenë dëshira e tij për të qenë atje. Jo pa qëllim, ai ka qenë gjithkohës tek Partia Demokratike. Kështu që për sa kohë funksionon në të tillë mënyrë, gjithsesi për mua nuk është objekt të diskutimi, thjesht ta thash të informacion. Po për pjesën e zonave tjera zgjedhore që u përmendën? Devolli është një bashki e djathtë në cilën Nuk dihet. në këtë vit ose këtë mandat Partia Demokratike do marrë një rezultat spektakolar. Si mori në zgjedhjet vendore? Në zgjedhjet vendore, Partia Demokratike nuk ka pasur as vol, as emër, as emrin e kryetarit në listë, nuk ka pasur as fondet sepse i ka mbajtur dikush tjetër. Pra ishte goditur në atë mënyrë që të pamundësohesh e fitoria. Pra ato jefet, ato organizata mafioze që kanë ekzistuar, kanë bërë të mundur që pavarësisht se sa shumë kanë dashur ata ta dëmtojnë Partinë Demokratike, kur nuk kanë arritur ta bëjnë atë në të gjithë mënyrat që ata kanë dëshiruar. Por unë po e them me bindje që rezultati që do ketë Devolli do jetë spektakolar. Të shpresojmë që të arrini objektivat që keni. Dhe jo për qenë ai personi i cili do që të mbajë një krah apo për një krah tjetër, por për të parë të rinj në politikë, më shumë se të rinj që janë të vjetër në politikë. Kështu që unë konsideroj një të rinj dhe profesionist. Nëse brenda listës së Partisë Demokratike mund të kemi të rezervat e mia. Ke një mesazh për ata që na ndjekin, për ata të cilët në vetvete do që ti kesh krah teje,
jo vetëm datën 11, por edhe para dhe pas datës 11, sidoqoftë kjo datë. Absolutisht. Mesazhi im do jetë i qartë. Të nderuar qytetarë të qarkut të Korçës, demokratë, njerëz pa parti, apo cili do njeri që kërkon të vazhdojë të jetojë në Shqipëri, cili do prej jush që kërkon që fëmijët e tij të rikthejnë në Shqipëri, cili do prej jush që kërkon që të jetojë me dinjitet në Shqipëri, cili do që të kërkon të ketë një ekonomi të mirë, një ekonomi e cilët i mundësohen gjitha sektorët në të gjitha dimensionet e saj të ekonomisë shqiptare, unë mendoj se ju, në mënyrë absolute, duhet të votbesoni Partinë Demokratike dhe në mënyrë të veçantë dhe mua si kandidatin e Partisë Demokratike. Duke qenë unë pjesë e kësaj partie politike, unë do jem 4 vite me ju pranë jush, në qytetin e Korçës dhe në gjithë qarkun e Korçës. Nuk do jem ai deputet i cili do marr mandatin dhe nuk i keni për ta parë për 4 vite. Do jem atje për gjitha problemet që ju keni. Po një mesazh për 3 zonjat që janë në listën e Partisë Socialiste dhe janë pozita të barabartë tani në garë. Unë nuk i njoh asnjë prej zonjave Nuk je të Partisë Socialiste, jo, nuk i njoh, kështu që s'kam çfarë mesazhi t'ju jap. Unë mendoj se partia në cilën ato bën pjesë ka bërë mjaftueshëm keq në këtë vend dhe duke qenë se ato do jenë në opozitë pas 11 majit, nuk do kenë mundësinë për të qenë në këtë vend. Kristi, shumë kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi që u kisha në studio dhe shpresoj që të keni fushatë suksesshme. Pse jo të arrini edhe objektivat që keni. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, sot kisha të ftuar në podcastin Mos Esht Kristiano Koçibellin, një figurë e njohur e Partisë Demokratike në qarkun e Korçës, kandidat i kësaj force politike për zgjedhjet e 11 majit dhe besoj një nga të rinjt të listës së Partisë Demokratike që premton shumë për sa i përket kësaj fushat elektorale, por mbas edhe më tepër. Ju le takim në podcastin e radhës. Mirupafshim.